Kontrata për projektin paraprak për rehabilitimin e linjës ekzistuese Rogozhin-Vlorë dhe lidhjen me aeroportin e Vlorës përfundon në qershor 2026. Përfaqësuese Hekurudha shqiptare ka bërë me dije për televizionin Skan se me përfundimin e saj do përcaktohet gjurma për lidhjen hekurudore me aeroportin e Vlorës, si dhe projekti inxhinierik paraprak që shërben për hapjen e garës ndërkombëtare për ndërtimin e saj. Po ashtu ky dikaster bëri me dije se janë ende në diskutime nëse ky projekt do financohet me fonde nga buxheti i shtetit apo me fondet e donatorëve të huaj. Kontrata për studimin dhe hartimin e projektit DES për rehabilitimin e linjës hekurudore Rogozhin-Vlorë, si dhe projektimin e vijës së re hekurudore që do lidhë aeroportin e Vlorës me Vlorën, u nënshkrua vitin që shkoi, teksa fituese është shpallur një kompani austriake. Sipas dokumenteve që shoqëronin procedurën tenderuese, linja ekzistuese Rogozhin-Vlorë me gjatësi 84.27 km funksionon nën kapacitetin optimal për shkak të infrastrukturës së vjetëruar dhe nevojës për përmirësime të thella. Në të njëjtët dokumente, thuhet se është e domosdoshme ndërtimi i një linje të re treni për të lidhur qytetin e Vlorës me aeroportin e Vlorës, duke qenë se ky aeroport krijon mundësi për zhvillimin ekonomik dhe turistik të rajonit. Ndërkaq, kompania po harton një projekt zbatimi për një linjë hekurudore elektrike me shpejtësi deri në 120 km/h. Sipas hekurudhës shqiptare, zbatimi i këtij projekti synon të ofrojë një shërbim të kombinuar të transportit hekurudor me transportin ajror, duke lehtësuar aksesin e udhëtarëve në aeroport në mënyrë më të shpejtë, të sigurt dhe më të qëndrueshme. Gjithashtu, një nga objektivat kryesore është rritja e sigurisë së lëvizjes për udhëtarët, duke reduktuar rrezikun e aksidenteve.